do shta një synim I qartë që pastaj në bashkëpunim me forcat amerikane, me diplomacinë amerikane, anglezët të arrinë të kenë një koordinim. Nga se në Evropë, kryesisht anglezët janë ata të cilët janë në gjendje të rikthejnë, të thamë drejtin, kështu atë influencën e tyre, edhe të Zelenski, me të cilën besoj që do jetë për një kohë vështirë të arrijet ose të ketë pajtueshmëri, po që se rusët në kushtet e tyre janë strikt. E qartë. Zoti Bilal, në fakt do doja të ndalesha tek një analizë juaj që keni bërë së fundmi, pra e detajuar me skenar të mundshëm për vitet e ardhshme të luftës në Ukrainë, pra skenaret, faktorët dhe pasojat. Pyetja ime është nëse mendoni se këto furnizime, pra tek skenari I parë, I cili është përparimi I konsoliduar I Ukrainës, dhe koordinimi ndërkombëtar nga ana tjetër mund të lejojnë Ukrainën vërtet të rifitojë territoret në vitet e ardhshme? Po, janë 4 skenarë, më thëmë, të cilët realisht janë, më thëmë, një hipotetike, nga se përqindja apo arritshmëria për skenarin e parë, për të arritur stabilizim apo rikthim të regioneve, apo tokës e humbër, pjesëve të humbra, është realisht përqindje dopt, apo mund të jetë një hipotezë cila është dëshirore, po faktikisht është problematike. Mendoj që solucioni I një vije të ngrirë të frontit mund të jetë më realiste, nga se pa hyrë në atë që kompromiset e tilla të skenarëve, të cilat mund të realizohen në të ardhmen e afërt, ne shpresojmë çdo herë, sepse është interes. Kur e them këtë, ne shpresojmë sepse këtë bëjmë me sigurinë tonë. Sepse jemi në atë fazën ku çdo gravim I luftimeve apo skenareve që mund të rrezikon edhe ndonjë shtet tjetër evropian, qoftë nga vendet baltike, qoftë nga Moldavia, do thotë nuk jemi larg nga këto territore. Dhe është edhe për sigurinë tonë. Nga se shumë njerëz ndoshta këto tema kur I sqarojmë do shta shkon mendja që kemë problemet tona, po kjo është problemi ynë, sepse ka të bëjë me sigurinë, e cila më të rrezikohet nesër. Dhe besoj që skenari mund të thamë, I cili mund të jetë një lloj I Koresë së Jugut, do thotë një farë lloj koreanizimi I situatës kur ka qenë rasti me 2 Koret, do jetë ndoshta një formë e tillë që në vijat e frontit të jena të ngrira për një kohë më të gjatë, po këto për të arritur pastaj duke shpresuar që në Federatën Ruse mund të kenë ndryshim të leadershipit, pastaj një lodhje që mund ta ketë që realisht edhe vetë kapacitetet ruse, sidomos ekonomia ruse për kohë të gjatë mund të jetë e lodhur dhe goditur. Dhe të gjitha këto mendohet që ndoshta për një të ardhme më të afatmesme, 10-15 vjeçare të arrihet që territoret të rikthehen me bisedime, por kjo realisht është një supozim I cili mund të ketë gjasa, por realisht për skenarin e mundshëm që mund ta sjellë Ukrainën dhe forcat edhe ruse edhe ukrainase në tavolinë, besoj që do jetë ajo e gjendjes faktike në terren. E qartë, zoti Bilal, sa I përket skenarit të dytë, pra për shkallëzimin të kufizuar dhe umbrella ajrore europiane, a mundet një umbrellë mbrojtëse europiane pra të ndryshojë të gjithë rrjedhën e luftës dhe nga ana tjetër të ulë dhe shkatrimet civile në Ukrainë? Po këtë drejt, kjo është, do thotë, evropianët një konflikti përshkallëzuar I cili mund të... Shifni, evropianët kanë menduar që është e fillim, e kam fjalën NATO, kur flasë është një korrespondencë aty, një bashkëdyzim mes vendeve të Unionit Evropian, që shumica janë edhe anëtare të NATO-s, për ndalimin e fluturimeve në zonën që do të ishte sidomos flitet për mundësinë e Ukrainës perëndimore, do thotë që në kjo pjesë të ndodhë dhe mos të lejohet të jetë zonë ndaluar e fluturimit qoftë për aviacionin rus, por kjo mund të them drejtën ka qenë edhe nga sekretari gjenerali i NATO-s që në fillim është hedhur poshtë. Se de facto
një ndalesë e tillë do të futte në konflikt direkt NATO-n me Rusinë dhe dihet që çfarë pasojash mund të ketë jo vetëm për sigurinë e Evropës, por edhe botërore, për sigurinë e botës. Dhe mendoj që në këtë drejtim skenari i kufizimit, i përshkallëzimit të kufizuar mund të ketë efektin e vetë për një pjesë të Ukrainës, por jo në përgjithësi, me qenë se të gjitha këto besoj që në vijën diplomatike apo në kanale diplomatike në takime është biseduar edhe me forcat ruse, me përfaqësuesit rusë, më falni. Por kjo do thotë ka qenë ndoshta ajo që rusët qysh me fillimin e invazionit 24/2022, do thotë tash po jemi në vitin e 4, kanë refuzuar nga se kërkesat e tyre janë që Ukraina asë si mos jetë pjesë dhe tokë ku mund të vendosen bazat e NATO-s. Dhe kjo do thotë do ishte ajo forma që evropianët kanë tentuar të fusin në përdorim një solucion për ndalimin e fluturimeve. Qartë. Zoti Birali, skenari i tretë, skenari më i mundshëm pra betejë e gjatë dhe e kushtueshme, pyetja është se ky konflikt i gjatë është skenari më i mundshëm për vitet e ardhshme, por sigurisht me kostot më të larta për Ukrainën dhe Europën? Ja, është ky skenar një luftë me gjatë, e cila thom drejtë nuk e besoj që do jetë një konflikt që do kërkon edhe vite të tëra për që do ishte katastrofal, më thëmë, edhe për të dyja palët, mirë po edhe për zhvillimin dhe ekonominë, por edhe sigurinë evropiane. Nga se të gjitha këto kanë impakte, sidomos me çështjen e burimeve të gazit, naftës. Pastaj mos harrojmë, Ukraina është një ambar i Evropës në agroindustri dhe kultivimin e dritrave dhe lulediellit, dhe kjo do thotë është ajo që realisht prish balancat dhe furnizimet edhe në tregun evropian, dhe realisht kemi pastaj situatat që çmimet mund të varojnë në stada më të larta. Ky skenar i një konflikti që mund të zgjatë me vite, realisht mund të futet në përdorim si skenari mundshëm. Mirë po besoj që për të dy palët nuk është e favorshme, dhe pritet besoj që vija e Donbasit, marrja komplet e kësaj vije, do kemi një parafrim të shpejt, një pushim dhe me siguri edhe një arritje të një marrëveshje, edhe pse brisht dhe pa drejt, por besoj që kjo do jetë ai skenari që çdo herë ata që kanë mundësinë dhe forcën diktojnë ndonjëherë edhe hartën faktike, e cila, mund të them drejtën, nuk është ndoshta që ka të bëjë me drejtësinë, por mendoj që do jetë një skenar që e kam paraqitur në postimin tim ose në atë analizën time, që mund të jetë i mundshëm, por gjasat janë 10-15%. E qartë, mirë, zoti Bilali, për ta mbyllur dy skenarët e fundit, skenari për shkallëzimin ndërkombëtar, pra ndërhyrje e drejtë për drejtë e NATO-s, dhe pyetja është se sa realiste është rreziku që një incident të shkaktojë për shkallëzim të drejtë për drejtë pra midis NATO-s dhe Rusisë, dhe skenari i fundit është skenari i bisedimeve dhe armpushimit të kushtëzuar. Po të jetë mirë bërë se unë mendova i rash përgjithësinë fillim të elaborimit, shkum pikë për pikë. Skenari i katërt me konflikti direkt me NATO nuk e besoj. Thëmë drejtë, sepse kjo do të nënkuptohet diçka tjetër, për futjen e përdorim të armëve strategjike, armë bërthamore, të cilat do jenë të kopshme për gjithë, jo vetëm për nuk flasim për kontinent, të flasim për tërë globin. Dhe mendoj që kjo mund të them një lloj shtypje ose verbale ose deklarime të tilla, është në formë të luftës speciale, të thotë të një luftë që ka të bëjnë, apo të them shqyrëzohet që është në aspektin verbal, nga se një konflikt i drejtë për drejtë mes forcave të NATO-s dhe Rusisë do ishte rrezikshme për të dyja palët, por mendoj që ky skenar nuk është për tu anashkaluar, por mendoj që ata që kanë mendje të shëndosh e din fare mirë
që kjo do thotë do ishte ndoshta rreziku, meqense kemi hyrë edhe në fazën e një lufte të ftoftë që na përkujton atë periudhë, që realisht kanë qenë edhe çështja me krizën e Kubë, ku pastaj u bë marrëveshje për tërheqjen e atë që ka dërguar në Kubë në sovjetikët në ako, por edhe amerikanët pastaj marrëveshja gentlemanët që mund të them historike, Kennedy, për hjekën edhe të arsenalit amerikan ose të raketave në atë kohë Jupiter me mbushje bërthamore. Dhe mendoj që skenaret e tillë të një konflikti të drejt për drejt direkt mes NATO-s dhe Rusisë janë skenarë që kanë gjasë të realizueshme jashtëzakonisht ulët. E qartë, mirë. Zoti Bilali, kemi arritur. Skenarin e përmend Vani që do thotë e vetmja mundësi dhe që ka gjasat më të mëdha është arritja e një paqe sa do e brisht apo e padrejt, meqense paqet padrejt nuk ka, mund të ketë vendime të cilat mund ta dëmtojnë njërin palë, por e mira është që në fjalor të them drejtën, paqja është paqë dhe është e mirë që shton kokat njerëzve. Qartë, shpresoj që ndodh dhe mbetet shihet në ditët në vijim, zoti Bilali. Ju falenderoj për gjitha informacionet. Ishte knasi, faleminderit shumë. Mirë, të nderuar teleshikues, sot në emision diskutuam çështjet më të nxehta të ditës të rajonit, por edhe ndërkaq ato gjeopolitike. U ndalëm fillimisht tek qeveria e Kosovës pra fati për formimin e qeverisë së re, i cili vazhdon pas seanca të dukshme në kuvend, ndërsa edhe sfidat politike mbeten të larta dhe vendi nga ana tjetër rrezikon të qëndrojë pa ekzekutiv të plot për muaj të tërë. Siguria në veriun e Kosovës, incidenti me xhandarmerinë serbe që hyri në territorin e Kosovës duke plagosur edhe rrëmbyer një qytetar, tregon se gatishmëria e FSK-s dhe policisë mbetet e domosdoshme për ruajtjen dhe sovranitetin si dhe stabilitetin rajonal. Në pjesën e dytë ndalem tek rreziku ndërkombëtar, paralajmërimi i presidentit Zelenski për një luftë të madhe ruse në Europë në vitet 2029-2030 na kujton se sfidat globale për sigurinë nuk kanë pushuar dhe vendet perëndimore nga ana tjetër duhet të jenë sigurisht pra të përgatitura. U ndalem tek skenarët e luftës në Ukrainë, analiza e zotit Lutfi Bilalit, të cilat treguam se konflikti mund të zgjasë dhe të jetë i kushtueshëm, ndërsa çdo sukses ose nga ana tjetër përshkallëzim varet nga furnizimet ushtarake, koordinimi evropian dhe dinamikat politike brenda Rusisë. Me kaq mbyllim për ditën e sotme, bashkëhemi sërish ditën e martë.